Unë kam durimin, nuk ka problem. Mundesh me mshajt, mundesh me vendu, mundesh me më çujt çka dush ti, është drejta jotja, mirë po unë me punën time, pa u ataku me ty direkt. Me punën time, veprën time dëshmoj që ose bi punën që në realitet ti do të marrë kërku falje. Kështu që s'kem kohë, nëse do të humb kohë më marr me ty. Kush ka investuar më shumë në polarizim të Mërgata? Nuk isha dash me lëshu shumë thellë në këtë pjesë. Pse? Mirë po ne kuptojmë që Rrjetet sociale po gjymojnë, pritjet e Zotit Kurti janë të mëdha që ai do të ketë votën masovike të Mërgatës. Si qëndron gjendja sipas jush? shqa. Kjo është mbjell tek qytetari në kjo polarizim ose kjo ndjen që vërtet Mërgata po e rikthen ose ai ka votu vetëvendosjen, unë mendoj pak më ndryshe. Vetë fakti që është caktuar tash data 28 dhjetor për zgjedhjet e ardhshme nacionale. Unë personalisht mendoj që është në favorin e të gjitha partive e mas pak është në favorin e VVS. Për shkak se të gjithë ne vim dhe votojmë vërtet pa letër, pa mundësi të manipulimit të votës. Pa dash me lëshu në atë pjesë është manipulu, është vjedh apo s'është vjedh, nuk e di. Në atë pjesë nuk jam personi që duhet me vlerësu apo me ndërmarrë diçka në hapat konkret, por kësaj here do shifet që Mërgata do të votoj për personet dhe programin që vërtet partit që ata i kanë dash Ka politikanë që do të mbeten të zhgënjur nga pritja, sidomos Zoti Kurti. Definitivisht që po. Për zhgënimin e Zotit Kurti kisha me thonë kësaj, vetë faktit që nën muaj është pa qeverisje ky vend. Vetë fakti që ka provu në forma dhe mënyra të ndryshme dhe nuk e arrin ai të bëjë qeverinë, nuk arrin as me personin numër 2, me kandidat numër 2 të bëjë qeverinë, mbetet me kuptu që polarizimi domthon po përfundon. Nuk ka rrugë tjetër, domthon duhet me dalë, nëse ai don me pështu veten këtë rast me kërku falje qytetarëve të Kosovës për dëmet që ka bërë Kosovës. Kush ti kërkoi falje Kosovës? Zoti Kurti? Zoti Kurti, nëse don që vërtet të jetë një formë prap politikan për pjesën e vetëvendosjes, mirë po unë mendoj që dëmet që i ka shkaktuar ekonomikisht, politikisht, në lidhje me partnerët tonë evropian, në lidhje me amerikanët, me shtetet mike, unë mendoj që është shumë vështirë e riparueshme.